Data 13 shkurt. Zanafilla, kapitulli 46. Izraeli pra u nis me të gjitha ato që kishte dhe kur arriti në Bersheba, i bëri fli Perëndis të atit të tij, Isak. Dhe Perëndia i foli Izraelit në vejgime nate dhe tha: Jakob, Jakob, a ju përgjigj: Ja ku jam. Atëherë Perëndia i tha: Unë jam Perëndia, Perëndia i atit tënd. Mos ki frikë të zbresësh në Egjipt, sepse aty do të bëj një kom të madh. Unë do të zbres bashkë me ty në Egjipt dhe do të bëj që sigurisht të kthehesh dhe Jozefi do të t'i mbyll syt. Atëherë Jakobi u nis nga Bersheba dhe bijtë e Izraelit e hipën Jakobin atin e tyre, fëmijët e vegjël dhe gratë e tyre mbi sherrët që faraoni kishte dërguar për t'i mbartur. Kështu ata morën me vete bagtin dhe sendet që kishin blerë në vendin e Kanaanit dhe erdhën në Egjipt. Është fjala për Jakobin me tërë pasardhësit e tij. Ai mori me vete në Egjipt bijtë e tij, bijtë e bijve të tij, bijat e tij dhe bijat e bijeve të tij dhe tërë pasardhësit e tij. Këto janë emrat e bijve të Izraelit që erdhën në Egjipt: Jakobi dhe bijtë e tij. I parlindur Jakobit, Rubeni. Bijtë e Rubenit: Hanoku, Pallu, Hecroni dhe Karmi. Bijtë e Simeonit: Jemueli, Jamini, Ohadi, Jakini, Coari dhe Sauli, biri i një Kananease. Bijtë e Levit: Gershomi, Kehathi dhe Merari. Bijtë e Judës: Eri, Onani, Shelahu, Pereci dhe Zerahu, por Eri dhe Onani vdiqën në vendin e Kanaanit. Bijtë e Perecit qenë Hecroni dhe Hamuli. Bijtë e Isakarit: Tola, Puvahu, Jobi dhe Shimroni. Bijtë e Zabulonit: Seredi, Eloni dhe Jahleeli. Këta qenë bijtë që Lea i lindi Jakobit në Padan Aram, përveç bijës e saj, Dina. Bijtë dhe bijat e saj ishin gjithsej 33 veta. Bijtë e Gadit: Cifioni, Haxhi, Shuni, Ecboni, Eri, Arodi dhe Areli. Bijtë e Asherit: Jimna, Jishua, Jishni, Berjahu dhe Serahu, motra e tyre. Dhe bijtë e Berjahut: Heberi dhe Malkieli. Këta qenë bijtë e Zilpahut që Labani i kishte dhënë bijës së tij Lea, dhe ajo i lindi Jakobit gjithsej 16 veta. Bijtë e Rakelës, gruas së Jakobit: Jozefi dhe Benjamini. Dhe Jozefit në vendin e Egjiptit i linden Manasi dhe Efraimi. Nëna e tyre ishte Asenathi, e bija e Potiferahut, prifti Onit. Bijtë e Benjaminit: Belahu, Bekeri, Ashbeli, Gerau, Naamani, Ehi, Roshi, Mupimi, Hupimi dhe Ardi. Këta qenë bijtë e Rakelës që i lindën Jakobit, gjithsej 14 veta. Biri i Danit: Hushimi. Bijtë e Neftalis: Jahceeli, Guni, Jeceri dhe Shilemi. Këta qenë bijtë e Bilhahut që Libani ja kishte dhënë bijës së tij Rakela dhe që kjo ja lindi Jakobit, gjithsej 7 veta. Njerëzit që erdhen me Jakobin në Egjipt, pasardhës të tij, pa llogaritur gratë e bijve të Jakobit, ishin gjithsej 66 veta. Bijtë e Jozefit që lindën në Egjipt ishin 2. Tërë personat e familjes së Jakobit që erdhen në Egjipt ishin gjithsej 70 veta. Por Jakobi dërgoi para tij Judën te Jozefi me qëllim që t'i printe në vendin e Goshenit. Dhe kështu ata arritën në vendin e Goshenit. Atëherë Jozefi e mprehu qerrën e tij dhe mori të përpjeten për në Goshen që të takonte Izraelin atin e tij. Sa e pa ju hodh në qafë dhe qau gjatë i shtrënguar pas tij. Dhe Izraeli i tha Jozefit: Tani le të vdes, sepse pash fytyrën tënde dhe ti je ende gjallë. Atëherë Jozefi u tha vëllezërve të tij dhe familjes së atit të tij: Do të ngjitem për ta njoftuar faraonin dhe do t'i them: Vëllezërit e mi dhe familja e atit tim që ishin në vendin e Kanaanit kanë ardhur tek unë. Ata janë barinj sepse kanë qenë gjithnjë rritës bagtish dhe kanë sjellë me vete kopet e tyre dhe gjithçka që zotërojnë. Kur faraoni do t'ju tharras dhe do t'ju thotë: Me ç'punë merreni, ju do t'i përgjigjeni: Shërbëtorët e tu kanë qenë rritës bagtish nga fëmiria e deri sot, si ne ashtu dhe etrit tan, që të keni mundësi të banoni në vendin e Goshenit, sepse egjiptasit ndjejnë neveri për tërë barind. Marku, kapitulli 16. Si kaloi shabati, Maria Magdalena dhe Maria nëna e Jakobit dhe Salomeja blen aroma që të shkonin të vajosnin Jezusin. Në mëngjesin e ditës së parë të javës, shumë herët, me të lindur dielli, erdhën te varri.
dhe thoni në mes tyre: kush do të na rrokullis gurin nga dera e varrit? Dhe kur ngritën syt panë se guri ishte rrokullisur, sepse ishte shumë i madh. Hyn pra në varr dhe pa një djalosh të ulur në të djathtë, të veshur me të bardha dhe u trembën. Dhe ai u tha atyre: mos u trembni. Ju kërkoni Jezusin Nazarenas, të kryqëzuarin. Ai u ringjall, nuk është këtu. Ja vendi ku e kishin vënë. Por shkoni dhe u thoni dishepujve të tij dhe Pietrit se ai po shkon përpara jush në Galile. Atje do ta shihni, ashtu siç u pati thënë. Dhe ato dolën shpejt dhe ikën nga varri, sepse i zuri tmerri dhe habia, dhe nuk i thanë kur kujt asgjë, sepse kishin frikë. Edhe Jezusi, si u ngjall në mëngjesin e ditës së parë të javës, ju shfaq së pari Maria Magdalenës, nga e cila pati të buar 7 demon. Dhe ajo shkoi dhe u atregoi atyre që kishin qenë bashkë me të, të cilët mbanin zi dhe e qanin. Dhe këta kur dëgjuan se ishte gjallë dhe se u pa nga ajo nuk e besuan. Dhe mbas këtyre gjërave, 2 prej tyre ju shfaq në trajt tjetër, ndërsa po ecnin duke vajtur në fshat. Dhe ata shkuan dhe u atreguan të tjerëve, por as këtyre nuk u besuan. Në fund ju shfaq të 11 kur ishin në tryezë dhe i qortoi për mosbesimin e tyre dhe për ngurtësinë e zemrës, sepse nuk u kishin besuar atyre që e kishin parë të ringjallur. Dhe u tha atyre: shkoni në mbar botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese. Ai që beson dhe pagëzohet do të shpëtohet, por ai që nuk beson do të dënohet. Dhe këto janë shenjat që do t'i përcjellin ata që do të besojnë. Në emrin tim ata do t'i dëbojnë demonët, do të flasin gjuhë të reja, do t'i kapin me dorë gjarpërind, edhe nëse do të pinë diçka që shkakton vdekjen, nuk do t'i dëmtoj, do t'i vënë duart mbi të sëmurët dhe ata do të shërohen. Zoti pra, mbas ju foli atyre, u mor në qiell dhe ul në të djathtë të Perëndis. Pastaj ata dolën dhe predikuan kudo, ndërsa Zoti bashkëvepronte dhe e vërtetonte fjalën me shenjat që e shoqëronin. Amen. Jobi, kapitulli 12. Atëherë Jobi u përgjigj dhe tha: padyshim ju jeni njerëz të urtë dhe dituria do të marrë fund me ju. Edhe unë kam mendje si ju dhe nuk bie më poshtë se ju. Përveç kësaj, kush nuk i di gjërat si këto? Jam bërë gazi miqve të mi, unë të cilit Perëndia i përgjigjej kur i drejtohesha. Të drejtin, të ndershmin e kam vënë në lojë. Një llampe për çmuar në mendimet e atyre që jetojnë në mes të mirave është përgatitur për ata të cilëve u merren këmbët. Çadrat e cubave përkundërzi janë të qeta dhe e ndjejnë veten të sigurt ata që provokojnë Perëndin dhe që e hynizojnë forcën e tyre. Por pyeti tani kafshët dhe do të të mësojnë, zogjtë e qiellit dhe do të ta thonë, ose foli tokës dhe ajo do të të mësojë dhe peshqit e detit do të ta tregojnë. Midis tërë këtyre krijesave, cila nuk e di që dora e Zotit i ka bërë këto? Ai ka në dorë të tij jetën e çdo gjallëse dhe frymën e çdo qenie njerëzore. Veshi a nuk t'i shqyrton vallë fjalët ashtu si i shijon qiellza ushqimet? Ndër pleqt gjejmë diturinë dhe gjatësia e ditëve u jep edhe gjykimin. Por tek ai gjejmë diturinë dhe forcën. Atij i përkasin mendja dhe gjykimi. Në rast se ai shkatërron, askush nuk mund ta rindërtojë. Në rast se burgos dikë, askush nuk mund t'ia hap. Në rast se i ndal ujrat, çdo gjë thahet, po t'i lër të lira përmbytin tokën. Ai zotëron forcën dhe diturinë. Prej tij varen ai që mashtrohet dhe ai që mashtron. Ai bën këshilltarët të ecin zbathur, i bën gjyqtarët të pamend. Koput verigat e imponuara nga mbretërit dhe lidh me një zinxhir ijet e tyre. I bën që të ecin zbathur priftrinjt dhe përmbys të fuqishmit. I lë pagoj atate të cilët ka besim dhe i lë pamend pleqt. Zbraz për çmimin mbi fisnikët dhe u aliron brezin të fortëve. Zbulon gjërat e thellat e të fshehura në terr dhe sjell në dritë hijen e vdekjes. I bën të mëdha kombet dhe pastaj i shkatëron, i zgjeron kombet dhe pastaj i mërgon. U heq arsyen sundimtarëve të tokës dhe i bën të ende në vende të shkreta pa rrugë, ecin verbërisht në terr pa dritë dhe i bën të ecin si të dehur. Romakëve, kapitulli 16. Dhe ju rekomandoj Febën, motrën tonë e cila është dhjake e kishës në Kenkrea, që ta pranoni në Zotin sikurse u ka hije shenjtorëve, dhe ta ndihmoni në çdo gjë që të ketë nevojë nga ju, sepse edhe ajo u bën ndihmë për shumë veta edhe për mua vetë. U bëni të fala Prishiles dhe Akuiles, bashkëpunëtorëve të mi në Krishtin Jezus, të cilët për jetën time vunë kokën në rrezik. Ata i falenderoj jo vetëm unë, por të gjitha kishat e kombeve.
I bëni të fala edhe kishës që është në shtëpinë e tyre, të fala edhe e penetit tim të dashur, i cili është fryti i parë i Akais në Krishtin. Të fala Maris, e cila u mundua shumë për ne. Të fala Andronikut dhe Junis, farefis të mi dhe shok burgu, të cilët janë dalluar midis apostujve dhe kanë qenë në Krishtin përpara meje. Të fala Ampliut, të dashurit tim në Zotin. Të fala Urbanit, bashkëpunëtorit tonë në Krishtin dhe stakit tim të dashur. Të fala Apelit, të provuarit në Krishtin. Të fala atyre të shtëpisë së Aristobulit. Të fala Herodionit, farefisi im. Të fala atyre të shtëpisë së Narkisit që janë në Zotin. U bëni të fala Trifenës dhe Trifozës, të cilat mundohen në Zotin. Të fala Persides së dashur, e cila është munduar shumë në Zotin. Të fala Rufit, të zgjedhurit në Zotin dhe nënës së tij që është edhe imja. Të fala Aniskritit, Flegontit, Ermës, Patrobës, Ermit dhe vëllezërve që janë me ta. Të fala Filologut dhe Julis, Nereut dhe motrës së tij, dhe Olimpës dhe gjithë shenjtorëve që janë me ta. Përshëndetni njëri tjetrin me puthje të shenjtë. Kishat e Krishtit ju përshëndesin. Tani unë ju bëj thirrje o vëllezër të ruheni nga ata që sjellin përçarje dhe skandale kundër doktrinës që keni mësuar dhe të largoheni nga ata, sepse të tillë nuk i shërbejnë Zotit tonë Jezu Krisht, por barkut të tyre, dhe me fjalë të ëmbla dhe të bukura gënjejnë zemrat e atyre që s'din ligësi, sepse të bindurit tuaj arriti kudo, prandaj unë gëzohem për ju dhe dua që të jeni të urtë për të mirën dhe të thjesht për të keqen. Por Perëndia i paqes do ta dormojë së shpejti Satanin në këmbët tuaja. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju. Timoteo, bashkëpunëtori im, Luci, Jasoni dhe Sosipatri, farefisi im, ju përshëndesin. Unë, Terci, që shkrova këtë letër, ju përshëndes në Zotin. Gaj, mikpritësi im dhe i mbar kishës, ju bën të fala. Erasti, arkëtari i qytetit dhe vëlla Kuarti, ju dërgojnë të fala. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju të gjithë. Amen. Por ati që mund t'ju fuqizoj juve sipas ungjillit tim dhe predikimit të Jezu Krishtit, sipas zbulesës së misterit të mbajtur fshehur prej kohësh të përjetshme, por tani u shfaq me anë të shkrimeve të profetëve, sipas urdhërimit të Perëndisë së përjetshëm, dhe u njoh ndër të gjithë kombet për t'i sjellë në bindjen e besimit, Perëndisë, të vetmit të urtë, i qoft lavdi në përjetësi me anë të Jezu Krishtit. Amen.